Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Tabi'u bayna al-hajj wal-umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra wal-dhunub kama yanfi al-kayr khubth al-hadid wal-dhahab wal-fidda." Bëjeni haxhin dhe umrën njëra pas tjetrës, pra pasojeni në mes haxhit dhe umrës njëra pas tjetrës, sepse ato tabiu, do të thonë sa ta kryesh haxhin, krye haxhin tjetër, bënë njëra pas tjetrës. Po ashtu edhe umrën, sa ta bësh një umre, kur të mundsohet bëre një umre tjetër. Pse? Sepse e largojnë, pejgamberi alayhis salam ka thonë, e largojnë varfërinë dhe i largojnë mëkatet ashtu siç e largon zjarri, pra pa pastërtinë e hekurit, e arit dhe të argjentit. Jo vetëm mëkatet, po edhe varfërinë, haxhi dhe umrja e largojnë pra. Në mënyrë që ata që shkojnë mos të ndihen se kanë humbur, jo vallai, kanë fituar prej këtij ibadeti dhe do t'ju shtohet bereqeti në pasurinë e tyre.